ato mirësi që na erdhin për këtij njeriu apo për atij njeriu tjetër, a mos vall ky njeri i shpiku vet, a mos vall ky njeri i krijoi vet, a mos vall ky njeri i solli vet, ato janë të gjitha nga Allahu subhanahu wa taala. Këtu është dhe dallimi që falëndërimi ndaj krijesave është për shërbimin që na kanë bërë dhe se Zoti ka bërë ata të mundur të na shërbejnë neve ashtu sikur ne na ka bërë të mundur ti shërbejmë atyre dhe kështu vazhdon jeta njerëzore. Ndërsa falëndërimi i vërtet është falëndërimi i Zotit fuqiplot, i cili pasi na krijoi, na furnizoi, na rregulloi, na sistemoi, andaj për gjitha këto mirësi të mëdha ne nuk kemi pse të falënderojmë krijesat e Allahut subhanahu wa taala, sepse burimi të gjitha mirësive është Allahu fuqiplot. Mirë po ja që Zoti don që ne t'i shpërblejmë njerëzit, po ashtu dhe t'i falenderojmë njerëzit, por t'i falenderojmë në konceptin njerëzor, t'i falenderojmë në natyrën tonë njerëzore, kurse falënderimi ndaj Allahu xhalla xhelalu është krejt një falënderim tjetër i cili lidhet thjesht thellë me adhurimin ndaj tij. Prandaj thot Zoti elhamdulillahi rabbil alamin, të gjitha llojet e falënderime, të gjitha falënderimet për të gjitha llojet e mirësive, për të gjitha mirësitë dhe begatit janë vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Mirë, po ne e dim shumë mirë që ne e njohim Zotin tonë siç kemi shpjeguar në misionet e kaluara me emra dhe cilësitë e tij, ashtu sikur na i ka treguar vetë ai ato cilësi dhe emra, atribute hynore që përkasin Allahut subhanahu wa taala. Ja që Zoti me njëherë pasi na mësoi neve, na nxiti dhe na urdhëroi nëpërmjet ajetit të parë të surës El-Fatiha që ta falenderojmë atë Zot i cili na krijoi, mirë po duhet kujtojmë dhe madhështinë e tij. Duhet kujtojmë dhe madhërinë e tij, lartësinë e tij, dhe ne ka sjellur dy emra prej emrave të tij të plot, ku thot Ar-Rahmanir Rahim, mëshiruesit, mëshirbërësit. Allahu ka mëshirën e plot. Çfarë do thot se o ju njerëz, duhet ta falenderoni Zotin për të gjitha ato mirësi, në të njëjtën kohë duhet ta kujtoni Allahun xhelle xhelalu me emrat dhe cilësitë e tij. Mirë po ja që në këtë sure Zoti na ka sjellur Rahman Ar-Rahim, gjithmëshirshmi, mëshirploti është Allahu subhanahu wa taala, sepse ne do të gabojmë, ne do të mëkatojmë, ne kemi faje të ndryshme, ne kemi zakone të ndryshme, kemi probleme të ndryshme. Kuj do t'i kërkojmë falje? Kush është ai i cili na fal? Kush është ai i cili na mëshiron? Ai është ai i cili na krijoi. Shikoni se si kalon falënderimi, pastaj kërkimi faljes dhe i mëshirës të Allahu subhanahu wa taala. Për çfarë duhet falënderimi? Për të falënderuar madhërinë Allahut subhanahu wa taala. Për çfarë duhet mëshira? Që të na mëshirojë Zoti neve për gjitha ato gabime. Të gjitha këto për çfarë duhen? Që të paraqitemi tek Zoti ditën e gjykimit, kur do të na pyes neve për gjithçka që kemi vepruar në këtë botë. Vijon ajeti i tretë ku thot Maliki yawmiddin, sunduesi në ditën e gjykimit. Pra ai Allahu xhelle xhelalu është sunduesi. Nëpërmjet këtij ajeti Allahu xhelle xhelalu na e tërheq vëmendjen se o ju njerëz, o ju krijesa, mos mendoni se ndërmjet krijesave pas ka krijesa madhështore që ata meritojnë të adhurohen, meritojnë të falenderohen në atë lloj forme sa ne ti i japim atij atribute hynore, apo të kemi frikë për tyre, apo të shpresojmë për tyre, apo të dëshirojmë ata më shumë se gjithçka tjetër dhe ta lidhim zemrën tonë me ta më shumë se gjithçka tjetër. Por na kujton se falënderimi është vetëm për Zotin, falësi dhe mëshiruesi është vetëm Allahu xhelle xhelalu, dhe së fundi na kujton se sunduesi suprem është Allahu xhelle xhelalu, i cili vetëm ai do t'jap leje të gjithë krijesave që të flasin në ditën e gjykimit. Çfarë do thotë e gjithë kjo? Do thotë se ne, nëse Zoti na ka urdhëruar ta falenderojmë dhe të madhërojmë vetëm atë, duhet që zemrën tonë ta lidhim me furnizuesin e vetëm që është krijuesi jon, Allahu subhanahu wa taala.